Në Shqipëri shumë gjëra ndoshta nuk shkojnë si duhet, por on top mbeten gjërat e opozitës. David McAllister, kreu i Komisionit Jashtëm të Parlamentit Evropian, u bë zëri i dytë serioz europian që paralajmëron Partinë Demokratike të heqë dorë nga metodat e dhunshme me Molotov, të cilat i quajti të padenja për një parti të një vendi demokratik. Tani edhe raportuesi i Parlamentit Evropian, Schieder, e tha këtë 2 javë më parë, por Berisha fillimisht sulmoi atë, më pas vazhdoi dhe sulmoi me Molotov qeverinë. Ndërsa zotin McAllister e ashtu quajtura e djathtë shqiptare jo vetëm nuk e sulmon dot, por i ka një borxh të madh. Në kulm të krizës së fundit reale politike në vend, në maj të vitit 2017, David McAllister erdhi të negocionte direkt mes qeverisë dhe Partisë Demokratike. Bëri 2 oferta, ndër cilën të dytën McAllister Plus bëri sikur e pranoi edhe vetë Berisha. Por në fund fare bëri sikur e refuzoi Lulzim Basha. Kjo lojë me gjasme e kryetarit real dhe atij formal Partisë Demokratike atëherë i kushtoi zotit McAllister jo vetëm postin e ministrit jashtëm, por ndoshta dhe pozicionin e pasuesit të zonjës Merkel në krye të CDU-s dhe të qeverisë federale gjermane. E thënë ndryshe, nëse McAllister sot shpall non grata Molotovët, zoti Berisha duhet ta marrë këtë mesazh seriozisht për të premten. Sinjali i seriozitetit ishte dhe deklarata e McAllister se kontaktet me Partinë Demokratike Brukseli tashmë nuk i mban me Sali Berishën, por me grupin e të rinjve, ato që në gjuhën e Gjermarkajt quhen si Jorushi dhe Bardushi. Kësaj radhe mesazhet zotit Berisha më apo i vijnë nga poshtë, por dhe nga lart. Ndërsa organizimi i protestës së premtes ka një simbolik të fortë për Partinë Demokratike dhe për vendin, 35 vjetorin e rrëzimit të statujës së Enver Hoxhës, ajo amaqëllon 35 orë pas vizitës së Ramës në Shtëpinë e Bardhë. Kaosat e Sali Berishës mbështetur fort nga elemente në SPAK dukshëm nuk kanë patur jehon amerikane, përveç njoftimeve rutinë të ambasadës, e cila si gjithmonë ka parashikuar saktë dhunën, duke i kërkuar të vetëve të rinë larg asaj. Të bësh një protest me Molotov një ditë pasi Berisha firmos bordin e paqes së presidentit Trump, do të jetë vështirë të shitet si rasti i jashtë Shqipërisë. Vetë McAllister deklaroi sot se për këtë bord edhe opozita ka qenë pro. Një opozitë e përgjegjshme dhe europiane respekton institucionet, edhe në çështje serioze hetimesh ndaj ministrave, siç po bën SPAK tashmë në mënyrë rutinore. Ndaj një proteste të dhunshme të premten do duke jo vetëm kundër Amerikës, kundër Europës, por edhe kundër SPAK, duke e bërë të pakuptimt në rastin më të mirë dhe të dyshimt në rastin më të keq. Dhe për më shumë, vështirë se do të rrëzonte qeverinë. Aq më tepër që nuk ka nevojë. Rama, i sapo kthyer nga Washingtoni, me siguri do të konsumojë për 2 ditë rresht foto dhe intervista nga vendi kur militantët e ushqyer keq 3 muaj rresht nga TV-qelet e ekraneve të tipit Agim Nesho prisnin që ai të deportohej. E pastaj menjëherë pas hënës, me siguri do dalë me një qeveri të re. Me mjeshtërinë e një akrobati të Cirque du Soleil, ai do shfaqet me një kabinet të ri, ku do duket më i riu nga të gjithë, ndërsa Berisha mes Molotove sërish si më plaku dhe më i vjetruari nga të gjithë. Por ndërsa Edi Rama nuk do të ketë më asnjë figurë që jetë e cilave i rriti dhe i hoqi po vetë, Sali Berisha po përballet me problemin më serioz brenda partisë së tij. Parti që të gjithë besonim se e kontrollonte, pasi besonim se e kontrollon bazën e saj. Por Ervin Saliani po e teston shumë vërtetësinë e kësaj teze, mbledh shumë njerëz dhe mbledh shumë të rinj. Sigurisht jemi ende brenda një paradoksi, askush nuk ka arritur ta sfidojë Berishën seriozisht brenda Partisë Demokratike me shifra. Por thuhet se ka gjithmonë një herë të parë. Dhe sot nga Berati, Saliani i tha Sali Berishës se duhet të largohet. A thua është ky rasti i parë kur do të ketë sukses një lëvizje kundër doktorit brenda zyrës tij? Për këtë do flasim sonte. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në regjisor, me mua sonë në program janë Arseta Gjyri, mirëmbrëma Arseta. Mirëmbrëma, falem. Plator Nesuri, mirëmbrëma Plator. Mirëmbrëma. Roland Lami, mirëmbrëma Roland, dhe Roland Bego, mirëmbrëma Bego. Mirëmbrëma. Po ta nisim me lajmin më të fundit, pikërisht atë përballje të foltoreve të Salianit dhe të Sali Berishës. Sali Berisha nga sukti dikur demokrat dhe nga Berati gjithmonë i kuq. Saliani për herë të parë ka artikuluar dorëheqjen e Sali Berishës. Këtë në emër të izolimit total, siç tha ai, të Partisë Demokratike për shkak të kryetarit të saj. Ndjekim kronikën. Berisha në tunelin e vetmis, me një lider opozite që numrat i paksoj në shesh, po shumë më pak i trokasin der, i vetë përjashtuar i Saliani me qindra demokrat në sala,
e preku aty ku i dhem më shumë. Nga Berati, a i tha se doktori mund të flasë, por problemi është se s'ka kush e dëgjon. Kohë parë në Partinë Demokratike për të ndarë shqetësime të këtyre përmasave, jo në kohë të largët, ne thërrisnim për takim të gjithë ambasadorët e Bashkimit Evropian, apo të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, apo të Britanisë Madhe për të ndarë shqetësimin e publikut shqiptar, por edhe të opozitës në Shqipëri, për çfarë ndodhte me demokracinë në Shqipëri. Sot, fatkeqësisht, në Partinë Demokratike, as nuk hyn edhe as nuk del asnjë ambasador. Ose mund të themi, është përkeqësuar edhe më keq, sepse raporti me ndërkombëtarët sot është edhe më i keq se çka qenë në të kaluarën. Nga sukthi dikur demokrat, Berisha u kundërpërgjigj. Dhe sot, ne kemi mbështetjen më të madhe ndërkombëtare që kemi patur ndonjëherë nga çdo parti politike e qendrës djathtë në botë. 7 rezoluta. Jo vetëm kaq. Jo vetëm kaq. Por vetëm pak orë më parë në Tiranë, aty u mbyll edhe një tjetër derë. Kur udhtojmë ne takohemi edhe me udhëheqës e përfaqësues të opozitës. Sot jemi takuar me 3 përfaqësues të Partisë Demokratike dhe të tjerë të partive opozitare. U takova me Bardhin, Tabakun dhe Vokshin, por nuk do të takohem me Berishën sepse pas takimit me ju do të shkoj direkt në aeroport. McAllister e pa të arsyeshme të mos u mbas avionin e kthimit se sa të takohet me Berishën, kurse në zyrën e doktorit mbërriti asistenti i tij, Gahler, krah për krah Joirida Tabakut, për të takuar vetëm 15 minuta në Partinë Demokratike. Ervin Saliani e ka edhe një ilaç se si doktori t'i jap fund vetmis. Të ik bashkë me vetmin. Ne nuk mund të jetojmë vetëm me lavdinë e së shkuarës. Kemi 13 vite që vetëm u mbasen. Po e pyes drejt për drejt doktorin, me kë do të kandidosh në prill? Doktor, me veten, nuk ka as nëse kshu, as nëse ashu, nëse kryetari i partisë nuk e bën partinë fituese, do riqet, jep dorëheqjen dhe jap rrugën një gare tjetër për të mundur që Partia Demokratike të jetë fituese dhe opozita të jetë fituese. Po këta nuk duan ta lejojnë as garën. Dator, mua lajmi në këtë kronik nuk ishte deklarata e Saliani, që besoj ishte e prishme, një moment ajo do vinte për shkak se fillon fushata e brendshme për zgjedhjet e prillit. Lajmi për mua ishte në Turqi dhe njerëz në momentin që pra të bazës, ai takohet me njerëz bazës, ka njerëz bazës të cilët duartokasin kur ai thot Berishës që duhet largohet. Normalisht sot Berisha është quajtur një pikë tabu sa i përket bazës Partisë Demokratike. Sot për herë të parë dëgjojmë që njerëz bazës, kur një antar i kryesisë megjithëse është i përjashtuar apo i injoruar nga forumet, duart rokitet kur ai kërkon që Berisha të largohet. U mendoj se nuk është lajm. Po, patjetër që po, se në një farë mënyrë çfarë ndodh me lëvizjen Saliani, realisht për mua është një lloj skaneri se çfarë ndodh KPD-ja vet. Por ato duart rokitje unë nuk i shikoj se i thot Saliani. Por është një e vërtet cilën e ndjen për kohë shumë militant dhe shumë antar të bazës Partisë Demokratike që e shikojnë që nuk mund të shkohet me një leadership i cili së pari është në ngrata, i cili së dyti është një figurë e vjetër, nuk mund të japi diçka të re dhe që ka mbyllur partinë e tij. Në këtë kuadër, çdo lloj zëri që mund ta thotë këtë gjë brenda familjes tyre, patjetër do të ishte e mirëpritur. Por ajo çfarë shoh unë, ne mjaftohemi vetëm me një deklaratë Salianit, apo jo gjitha kjo mund të cilë një revolucion brendshëm brenda Partisë Demokratike. Nuk më duket kështu. Saliani nuk arrin dot gjithsesi, pavarësisht se mund të marrë disa duar tërkitje, që të bëjë një lëvizje apo të arrijë të grumbullojë rreth vetes gjithë pjesën e atyre të cilët mendojnë që kjo Parti Demokratike duhet hapet, duhet të transformohet, duhet të lëshojë nga vetja gjithë atë establishmentin e vjetër i cili në një farë mënyrë janë thjesht lakente e kryetarit, por që në vetë nuk prodhojnë as ide as politikë dhe nuk se kanë një shërbim të shquar në lëvizjen brenda opozitarizmit. Kështu në këtë kuadër, realisht
Seliani thjesht bën skanerin e asaj çfarë është por brenda Partisë Demokratike, por nga ana tjetër nuk e shikoj si një rrezik ndaj Berishës. Berisha ende mbetet aty, mbetet në një farë mënyrë edhe i ka paraprirë kësaj lëvizje të Selianit, sepse në qoftë se më përpara Seliani ishte në një rritje crescendo nga dalë, Berisha ishte që në fillim i apreu këtë rrugë dhe e detyroi të dali pikërisht ke kjo linjë.